Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri Eugen Wolfart ka vizituar ditën e sotme qytetin e Fierit. Në kuadër të vizitave të erpaseshme që kreu OSBE-s ka zhvilluar në Fier, kjo vizitë është e para zyrtare e tij pas zgjedhjeve të reja të pushtetit lokal në Bashkinë e Fierit. Sipas tij, kjo bashki drejtohet nga kryetari i saj që qeveris prej 3 mandatesh komunitetin e këtij qyteti me vizion evropian dhe me një qeverisje me standarde sipas modeleve integruese të mbështetura në partneritetin e aktorëve lokal dhe ata ndërkombëtar. Kështu është shprehur zoti Wolfart gjatë pritjes organizuar nga kryebashkiaku i Fierit Xheqaj, në të cilin u prezantua dhe projekti Europa Plaza, Fieri qyteti europian në zemër të Shqipërisë. As you know, it's not my first visit. I always like to come to Fier, but I think it's the first one after the local elections, the first official one. Siç e dini, nuk është vizita ime e parë në Fier, e dini besoj që më pëlqen të vi në këtë qytet, por është vizita e parë pas zgjedhjeve të fundit vendore, vizita e parë zyrtare. You're in your third term serving as mayor now. That's combining experience and, as I can see, the spirit of doing something for the city, and this is very inspiring. Besoj që është mandati juaj i tretë dhe kjo tregon që është një eksperiencë e gjatë dhe në kombinim edhe me frymën e angazhimit, besoj që do të arrihen gjëra shumë të mira për këtë qytet. We will continue our close contacts and the close cooperation with Fier. Dhe ne do të vazhdojmë të mbetemi në kontakt dhe të bashkëpunojmë ngushtë me Fierin. Më pas kreu i bashkisë së Fierit Xheqaj, pasi e falenderoi kreun e prezencës së OSBE-s në vendin tonë për vizitën, ai e vlerësoi atë si të domosdoshme për krijimin e bashkëpunimit me faktorë dhe aktorë ndërkombëtar, si faktor të rëndësishëm strategjik për garantimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe shumëpalësh. Për ne është një nder i veçantë. It is a pleasure for us. Dhe le të jetë kjo vizitë e një bashkëpunimi më të madh, më të dandur. Në funksion e disa projekteve që ka bashkia Fier. Jo vetëm me vendet të Qinje, por edhe në vendet tjera të Europës. Në vijim të vizitës, ambasadori Wolfart zhvilloi një takim tjetër me punonësit dhe specialistë të sektorëve të ndryshëm të administratës së kësaj bashkie dhe intelektual të ndryshëm të qytetit të Fierit, ku referoi për temën Europa midis meje dhe teje. Sipas kreut të prezencës së OSBE-s në Shqipëri, një person nuk duhet të jetë domosdoshmërisht qytetar i Bashkimit Evropian për të ndjerë europian dhe për të qenë pjesë e vlerave të Europës moderne. Ai vuri theksin dhe përfaqësimi i çështjeve thelbësore, të cilat po përmirësojnë jetën e qytetarëve në kohët moderne nga Bashkimi Evropian, OSBE dhe Këshilli i Europës për të drejtat e njerëzit, paqen, sigurinë, lirinë dhe shtetin e së drejtës. It's an important city in Albania. Fieri është një qytet i rëndësishëm në Shqipëri. It is an important crossing point. Është një udhkryq i rëndësishëm. And it is a friendly city. I got convinced of that in my earlier visits to you and to the citizens. Dhe mendoj që është një qytet miqësor dhe për këtë jam bindur edhe nga vizitat e mëparshme që kam pasur në Fier. So in this context, it's certainly understandable that I think it's a very special occasion to come to your city related to European issues and dedicated, at least to a larger extent, to Europe. Dhe besoj që është e kuptueshme që ky është një rast i rëndësishëm për i vizitës sime në Fier, qoftë edhe për të diskutuar edhe për faktin që është në lidhje me çështjet evropiane. OSBE me 56 shtete pjesëmarrëse nga Europa, Azia Qendrore dhe Amerika e Veriut, që formon organizatën më të madhe për siguri në botë, me prezencën e saj në Shqipëri u shfaq më 7 mars të vitit 1997 si përgjigje ndaj rënies së ligjit dhe rendit në bazë të ftesës së qeverisë shqiptare dhe vendimit të Këshillit të Përhershëm, vjojë në fjalën e tij zoti Wolfart në kuadër të përshkrimit historiku të këtij institucioni. In particular, the European Union. Në veçanti, Bashkimi Evropian, OSBE dhe Këshilli i Evropës përfaqësojnë çështje thelbësore që po përmirësojnë dukshëm jetën tona në kohët moderne. Human rights, peace and të drejtat e njeriut, paqja dhe siguria, liria, shteti së drejtës dhe prosperiteti. Dhe këto janë vetëm disa nga çështjet më thelbësore. Prezenca jonë në Shqipëri punon në partneritet të plot me qeverinë dhe institucionet e tjera kombëtare për të forcuar institucionet kryesore të shtetit, sistemin demokratik, për të kontrolluar dhe ruajtur balancet dhe për të nxitur dialogun ndërmjet partive me qëllim krijimin e besimit në institucionet shqiptare. Kjo prezencë vijoi ai pas, fokusohet në punën e saj për reformat legjislative dhe juridike, reformat e pronësisë, reformat zgjedhore, antikorrupsionin dhe antitrafikun, hartimin e ligjeve dhe rregulloreve efikase për median e pavarur, promovimin e mirëqeverisjes dhe menaxhimin e projekteve që synojnë forcimin e shoqërisë civile.
Ne kemi pasur bashkëpunim të frutshëm me qeverinë holandeze për realizimin e projekteve madhore si strategjia e zhvillimit ekonomik social, strategy for economic and social growth, plani përgjithshëm rregullues, plani menaxhimit integruar të mbetjeve urbane. integrated management. Kemi pasur mbështetje dhe bashkëpunim të ngushtë me ambasadën e Shtetit të Bashkuara nëpërmjet saj From the US Embassy për disa projekte për menaxhimin e sistemit të taksave, manage the tax system për transparencën, and also related to transparency. për hartimin e treguesve të monitorimit të strategjisë së zhvillimit të qytetit, Also drafting the monitoring strategy for the city disa projekte kulturore si përmirësimi i ndryshimit të teatrit Bylis, activities. studimi për arretimin e hapësirave publike dhe veprave të artit. Kryebashkiaku Yzeqja i bëri një rezume të punës dhe bashkëpunimit të suksesshëm të njësisë vendore me partnerë ndërkombëtar, ku u ndalte bashkëpunimi me qeverinë holandeze dhe ata amerikane nëpërmjet USAID për realizimin e një set projekte si strategjia e zhvillimit ekonomik social, e planit rregullues, e planit menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane, e menaxhimit të sistemit të taksave, forcimit të transparencës së qytetarëve nëpërmjet zyrës me indalez, projekteve kulturore të tjerë.